e shiti gruan për seks te persona të tretë për para dhe kokainë, e dhunoi dhe e dogji me cigare, thot titulli publikuar në dhjetra media në Maqedoninë e Veriut në shkurt të vitit 2025. Kjo nuk është një histori fiktive, por historia e një gruaje nga një fshat i vogël i Tetovës. Dhuna seksuale, si një prej formave të dhunës, raportohet shumë më rrallë se sa forma tjera të dhunës. Në përgjithësi, vetëm 2% e dhunës paraqitet në polici, andaj të dhënat për dhunën seksuale dhe numri i saktë të njëjtës mendohet të jetë shumë më i lartë se statistikat aktuale. Gjithsesi, vetëm në vitin 2025, disa raste të dhunimeve të vajzave të mitura janë bërë publike nëpër media, duke ngritur alarmin edhe për prezencën e shtuar të pedofilëve në vend. Sexualното насилство ќе напоменам дека е најмалку пријавувано од сите. А другите форми на насилство, според најрелевантното истражување што е спроведено во Македонија за различните форми на родово базирано насилство, нивната преваленца, застапеност и пријавување, покажува дека само 2% од преживеаните насилни инциденти се пријавуваат. Сега, од тие 2%, значи ние ги имаме бројките за 2%. Се останато е непријавено. За сексуалното насилство тоа е уште помалку. E vërtet është një prej formave më tipike të kriminalitetit që më pak raportohet, janë pikrisht veprat penale që në kodin penal kualifikohen si vepra penale kundër lirisë gjinore dhe morali gjinor, pra respektivisht krimet seksuale. Arsyeja është sepse kemi të bëjmë me një natyrë pak më specifike të krimeve, ku në këtë rast vetë viktimat hezitojnë në të shumtën e rasteve që ta raportojnë rastin për arsye të ndryshme, për shkak të shmangjes ndoshta të stigmatizimit nga ana e shoqërisë, etiketimit, turpit, në raste të caktuara edhe frikës nga ana e dhunuesit, e kështu me radhë, po kemi të bëjmë edhe me raste ku viktimat nuk janë të vetëdijshme se po abuzohen, sepse në kodin penal kemi edhe vepër penale që lidhet apo stafat me fëmijët, me viktima të cilët janë më të ri se mosha 14 vjeçe, apo edhe me veprën penale dhunimi i fëmijës që nuk i ka mbushur 15 vjet, pra fëmijët në raste të caktuara edhe nuk janë vetëdijshëm se duhet ta raportojnë rastin dhe kjo është arsyeja pse kemi fenomenin e numrit të errët të kriminalitetit. Me këtë emërtim kjo quhet në shkencën e kriminologjisë. Po besoj se arsyeja kryesore është ajo ndjesia e kompleksivitetit, për shkak se personat që janë viktime kësaj lloji të dhunës gjithmonë kanë atë hezitimin da drojën se nuk do kuptohen, dhe në fakt dhe realiteti ka treguar se në të vërtet nuk kuptohen. Është fakt se stigmatizohen dhe në shumë të rasteve edhe kemi edhe diskriminime të themi, mos të flasim për paragjykime. Është një lloj dhune që ta jep mendimi, domethënë kolektiv shoqërisë apo social merre si ta marrim, është se kjo lloj dhunës është diçka shumë personale në mes të dy personave që bëhet, aty që dhunon dhe të themi viktimës, dhe është diçka që nuk flitet, nuk duhet të flitet, domethënë duhet të qëndrojë aty, bilas në familje nuk flitet, për shkak se llogaritet si diçka që u takon vetëm atyre personave dhe nuk ka nevojë të flitet për shkak se të themi është turp dhe për shkak se nuk e di, është ajo ndjesia se tek ne nuk është arritur niveli i vetdijes që të ketë një mirëkuptim edhe për këtë lloj. Por edhe ajo që unë e shoh, domethënë vërehet shumë është edhe ndjesia e fajit, për shkak se viktima në vend që të kërkojë ndihmë, fajson edhe veten. Është ai mendimi se po ndoshta edhe e meritoj fundja, kupton? Zakonisht ne kur flasim për gjitha llojet e dhunës, po zakonisht në familje, të themi, edhe dhunën seksuale llogarisim sikur atë simptome, themi atë sindromën e Stockholmit, kur sado që të jetë i lënduar viktima, përsëri e ka atë lidhjen afektive me të dhunuesin për shkak se është një person që mund të jetë edhe i afërt i saj, një person që mund të jetë edhe partneri i jetës, që ajo, themi, të dy gjinit këtu po i shtin, sepse asnjëra lloj dhunës nuk një gjinim, po të themi kjo vështirëson akoma më shumë që personi në fjalë të merr guximin, për shkak se ka atë lidhjen, e ka atë attachmentin, e ka atë lidhshmërinë, qoftë emocionale apo lloj tjetër që nuk guxon dhe nuk e ka kurajën dhe nuk e ka edhe përgatitjen e mjaftueshme emocionale që të bëjë një hap të tillë dhe të paraqes, por edhe ta flas, jo, të paraqes, po të flas edhe në shoqëri, të flas edhe me profesionistë të përcaktuar, dhe thotë është një tabu temë që shoqëria jonë akoma nuk është e gatshme dhe e përgatitur që ta pranojë si të tillë.
Sipas raportit lokal të përgatitur nga organizata Mollkuqja dhe klinika juridike Emine Zendeli, me të dhëna nga komuna e Pollogut, në periudhën nga viti 2022 deri në vitin 2024, ka gjithsej të raportuara 28 raste të dhunës seksuale, nga të cilat vetëm një dhunues është gjykuar. Raporti lokal, i cili përfshin të dhëna për numrin e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në bazë gjinore, ka të dhëna nga institucione të ndryshme relevante për periudhën 2022-2024 dhe i ka përfshirë të gjitha komunat e rajonit të Pollogut. Në këtë rast, të dhënat janë mbledh nga Qendra për Punë Sociale Tetov dhe ajo Gostivar, gjithashtu nga sektori për punë të brendshme Tetov dhe nga gjykata themelore e Tetovës dhe ajo e Gostivarit. Pra ka të dhëna për numrin e viktimave të cilat janë të regjistruara, për numrin e kryerësve të cilat janë të regjistruar, gjithashtu dhe për numrin e personave të cilët janë të gjykuar për veprat penale të cilat i përmenda. Sa i përket numrave, kemi një numër më të madh të evidentuar normalisht të veprave që lidhen me dhunën në familje, në krahasim me numrin e rasteve të cilat lidhen me krime seksuale ose të dhunës seksuale dhe dhunës në bazë gjinore në përgjithësi. Sa i përket kësaj periudhe të cilën ne kemi hulumtuar 2022-2024, nga sektori për punë të brendshme në Tetov janë regjistruar gjithsej 28 raste të dhunës seksuale, kurse të dhënat të cilat i kemi marrë nga gjykatat themelore, është një dhënë interesante ku duhet të potencoj se vetëm një rast është i përfunduar, konkretisht kemi vetëm një të gjykuar për dhunë seksuale në gjykatën themelore të Tetovës dhe nga gjykata themelore e Gostivarit të dhënat janë 0. Këto janë të dhënat lidhur me numrin e institucioneve të cilat i kanë proceduar rastet, ndërsa kemi marrë të dhëna, mos haroj, nga një organ shumë i rëndësishëm, i cili është në klinikën e Spitalit Tetovës, ku e qendra për pranimin e viktimave të dhunës seksuale. Nga ky organ kemi gjithsej 8 viktima të cilat janë të regjistruara, nga të cilat 5 janë fëmijë dhe 3 janë personat moshës madhore. Në bazë të etnicitetit, 7 prej tyre janë të përkatësisë etnike shqiptare dhe vetëm një është i përkatësisë etnike maqedone. Vlen të theksohet edhe fakti se të gjitha viktimat në këtë rast janë të gjinisë femrore. Pra këto janë numra, mirëpo deshta pak të ndalem tek pjesa e të dhënave që i kemi marrë nga sektori për punë të brendshme dhe numri që vinë në shprehje nga gjykata lidhur me personat e gjykuar. Vetëm një rast është gjykuar, kurse 28 raste janë të paraqitura, që lente në kuptohet se ende shumë procedura nuk kanë përfunduar ose për arsye të ndryshme procedurale në këtë rast të dyshuarit nuk kanë përfunduar edhe si të gjykuar. Maqedonia e Veriut tashmë ka disa nene specifike për dhunën seksuale të shtuara në kodin penal, me ndryshimet e bëra në vitin 2023. Më e rëndësishmja, tani ekzistimi i pëlqimit ose jo para marrëdhënieve seksuale është në rastet e dhunës seksuale. Me ndryshimet në kodin penal në 186, viktimat e përdhunimit lirohen nga detyrimi për të dëshmuar se gjatë aktit ndaj tyre është përdorur dhunë apo ndonjë lloj friksimit, ndërsa ata në mënyrë aktive janë mbrojtur ose kanë kundërshtuar, ashtu siç ka qenë deri më tani. Personi që kundër vullnetit të shprehur qartë të personit tjetër, të vlerësuar në kontekstin e rrethanave të ngjarjes, mbi të do të ushtrojë marrëdhënie seksuale ose çfarëdo lloj vepre tjetër të njëjtës natyrë seksuale, që përfshin penetrimin vaginal, anal ose oral, me të cilëndo pjesë të trupit, apo ndonjë mjet tjetër, do të ushtrojë shtypje mbi një person tjetër që pa vullnetin e tij të kryejë marrëdhënie apo çfarëdo vepre tjetër seksuale me një person të tretë, apo të kryejë vepër seksuale mbi veten, do të dënohet me burkim prej 1 deri në 8 vjet. Në aspektin ligjor, shteti ynë është një prej shteteve që ka bërë shumë reforma lidhur me mbrojtjen e të drejtave që i kanë viktimat, veçanërisht viktimat e dhunës seksuale. Bëjmë pjesë edhe në kategorinë e viktimave të cilat kanë një mbrojtje më të madhe në krahasim me viktimat e tjera, por që sa i përket implementimit, ajo është diçka që duhet hulumtuar. Ka raste ku viktimat nuk e marrin mbështetjen e duhur, apo nuk arrin që edhe ta zbardhin rastin e tyre të viktimizimit deri në fund, dhe vinë në shprehje edhe paraqitja e fenomenit që quhet viktimizim sekondar, ku viktimat njëherë janë viktimizuar nga dhunuesi dhe pastaj viktimizohen edhe nga institucione shtetërore, duke mos arritur që të drejtën e tyre, domethënë deri në fund ta zbardhin.
Format më të shpeshta të dhunës seksuale bazuar përsëri në të dhënat zyrtare, nëse ju referohemi të dhënave nga Ministria e Punëve të Brendshme në publikimin e fundit që e ka për numrin e kriminalitetit në përgjithësi, por edhe të delikte seksuale deri për vitin 2023, figurojnë 2 vepra penale më të shpeshta. Ajo është dhunimi si vepër penale dhe vepra e dytë është sulmi seksual ndaj fëmijës, apo që dua të përmend edhe faktin se nga viti 2022 me ndryshimet e kodit penal, kjo vepër penale mori edhe një emërtim ndryshe, quhet dhunimi i fëmijës që ka mbushur 15 vjeç. Pra këto janë 2 vepra më të shpeshta që raportohen dhe për të cilat kemi edhe të dhëna. Për vitin e fundit të këtij publikimi, 2023, shënohet një rritje, dikundi afërsisht mbi 10 raste kemi rritje në krahasim me vitet e kaluara të hulumtim, por që gjithsesi ka edhe vepra të tjera, siç është për shembull ngacmimi seksual, është një vepër që ndodh më shpesh, do të kisha thënë, por që shumë rrallë e njëjta mund edhe të dëshmohet nga ana e viktimave dhe prandaj edhe kjo ngela në sferën e kriminalitetit që është i pazbuluar apo ndoshta i zbuluar, po jo deri në fund i zbardhur, që gjithashtu në kriminologji e quajmë numër i përhimti i kriminalitetit. To е наистина најголем проблем, да се препознае дека да и се поверува на жртвата. Да и се поверува кога таа доаѓа да пријави, да и се поверува дека не измислува, не сака да го намести нејзиниот партнер или да му се одмазди за не знам што, туку дека навистина таа преживеала сексуално насилство или силување. И законите точно е добри се, особено со измените на кривичниот законник во 2023 година и вклучувањето и на различни форми на насилство, меѓу кои и силувањето, да речеме, во брак, и вклучување на согласноста како основен елемент на делото силување, што беше клучно важно и кое што е препорака во сите меѓународни документи, ние не гледаме дека тоа во пракса се имплементира. Затоа што треба луѓето што го имплементираат, не го прифаќаат и не го разбираат. И затоа кај нас едукацијата и сензибилизацијата на населението е важна, но е важно уште од најмалиноза. Знаете, тоа да ни стане дел од нас. Не сега ние 30, 40, 50 годишни професионалци да ги сензибилизираме. Туку едноставно да го имаме тоа во себе, да имаме во себе идејата дека ни една жена не доаѓа да не започнува институционален процес за да се одмазди. Туку нешто на неа и се случило, а не е наше право да одлучуваме дали тоа било страшно или не било страшно. За неа било страшно. Разбирањето на корените на насилството, разбирањето на различните форми на насилството и зошто жените и девојките се значително, значи во повеќе од 90% застапени и погодени, нели застапени како жртви, односно погодени од различните форми на насилство. Треба тоа да го разбереме, ама за тоа да го разбереме треба да се едуцираме од најмалиноза. Gjithsesi, si institucionalisht ashtu edhe në perceptimin e shoqërisë, faji shumë shpesh ju ngelet viktimave. Stigma llogaritet si një prej arsyeve kryesore pse dhuna seksuale ngelet dhunë e heshtur, gjë e cila detyron viktimat të ngelin në rrethin e dhunës. Сега тука имаме напредок, затоа што веќе силувањето во интимна партнерска врска е препознавано и е дел од кривичниот закон во рамки на основното дело силување. Од друга страна, зошто не се пријавува сексуалното насилство? Затоа што секогаш, а тоа е многу поврзано и со другите, тоа се случува и во однос на другите форми на насилство, секогаш вината префрламе на жртвата. Што она направила, дали го испровоцирала, дали била облечена на одреден начин или се однесувала на одреден начин, дека таа нешто направила, нели, за да го испровоцира сторителот и за да тој го изврши насилството. И сега, кога треба да се соочита оваа жена или девојка која што преживеала сексуално насилство или силување, преживеала огромна траума. И наместо да ја добие целата потребна подршка, таа треба и се соочува со обвинувања према неа. Префрлање на вината кон неа. И тоа е познато дека се случува и од таму и самото пријавување на насилството е ретко.
Në Maqedoninë e Veriut ka 3 qendra për viktimat e dhunës seksuale, në Shkup, Kumanov dhe Tetov, të cilat u hapën në vitin 2018. Këto qendra u hapën me qëllim ofrimin e të gjitha shërbimeve të nevojshme për viktimat e dhunës seksuale. Gjithsesi, mos funksionimi i zinxhirit institucional rezultoi të jetë pengesë në funksionimin e plotë të tyre. Ние институционално имаме механизми да се грижиме за жртвата и за време на пријавувањето, а за после веќе како што спомнав, силувањето и сексуалното насилство остава силен травматски настан и остава сериозни последици за психичкото, па дури и физичкото здравје на жртвата, на жената или левојката што го преживеала. Кај нас првично во 2018 беа воспоставени првите, значи во 2018 беа воспоставени првите специализирани услуги за жртви на сексуално насилство и силување, со тоа што и во тој момент тие не беа воспоставени на начин да обезбедат севкупна и долготрајна поддршка, она што има потребно. Значи во Македонија постојат 3 упатни центри, во Скопје, Тетово и Куманово. Што е улогата на упатните центри? Во упатните центри и нивната главна задача е на едно место да обезбедат за жртвата безбедно место за пријавување. Значи, по доживеаното насилство, таа треба да дојде, доколку дојде во реп центарот, да оттаму и се обезбеди и првична психосоцијална поддршка, да се повика полиција, да се даде изјава, да се земат доказите од форензика, сето тоа да се случува во тој центар. Но за да се случува сето тоа во тој центар и за таа да може, и тоа е моментот на пријавување, тоа не е моментот на понатаму поддршка. Тоа е моментот само на пријавување. И тие не беа воспоставени и во суштина беа воспоставени и не профункционираа како што треба, затоа што кога зборуваме за севкупна поддршка на едно место, тогаш треба да постои многу добра координација помеѓу институциите кои што обезбедуваат таа поддршка. Тоа не се случи кај нас, на жал, и затоа после 2-3 години центрите се генерално и нефункционални. Воопшто многу малце од населението, барем во овие 3 града, знае дека овие центри постојат. Институциите, како полиција и Центар за социјална работа, не знаат дека овие центри постојат. Пошто нивната задача беше, доколку пак жртвата отиде прво во полиција да пријави, полицијата да ја донесе во реп центарот и таму да ја биде обезбедено се што треба да ја биде обезбедено. Исто со Центарот за социјална работа. Но тоа никогаш не се случи. Во реп центрите им беше обезбедена поддршка само на жените и девојките кои што директно ќе отидат таму, тоа бе исклучително мал број, и генерално Центарот за социјална работа ги носеше малолетните жртви за да се обезбеди поддршката. Po fillimisht do them ato se janë të gjitha të themi pasojat e gjitha llojeve të tjera të dhunës që ne I përmendim, po në këtë rast është pak më specifike dhe normale dhe pasojat janë më specifike. Në të shumtën e rasteve ajo që vërehet, domethënë tek ta persona, ndoshta nuk e manifestojnë ata, po nga stili I tyre jetës mund të vërehet se domethënë ju preket shumë vetë besimi dhe vetë respekti që kanë për veten. Domethënë ju preket ajo të themi gjëja më e vlefshme që është për një njeri, do thotë është vetë respekti dhe normal nuk është se e kanë të qartë se pse ndodh, dhe ajo të themi viktimizimi jushtohet gjithnjë më tepër, dhe kjo I pamundson që ata të kuptojnë se vazhdojnë të kenë vlerë si person. Por besoj se ajo që I tangon më tepër këta persona është integriteti I tyre. Ju preket personaliteti I tyre, një pjesë shumë e rëndësishme që na bën të gjithëve, ne gjithë jemi unik dhe na bën, domethënë, të ndjehemi si të tillë. Po në këto raste, domethënë, te viktimat si duket edhe këto balansa prishen, për shkak se më personi e ke parasysh e ka përshtypjen se nuk është më rëndësi më asgjë, për shkak se
ka humbur një pjesë shumë të rëndësishme të vetes së vet, domethënë të asaj që identifikon. Preket, domethënë vetë identifikimi, vetëvlerësimi, integriteti që është më e rëndësishme dhe ju duhet shumë kohë që ata të rikthejnë besimin dhe të rikthejnë shumë gjëra që i kanë pasur më herët. Dhe kjo ju merr kohë dhe them edhe një herë përsëris kjo manifestohet edhe në stilin e jetës së tyre që e bëjnë. Është një traumë në vete që pastaj parandalon të ndodhin shumë procese të themi që janë natyrale. Është sikur të themi krijohet një rrjet traumash që personat në fjalë pastaj hezitojnë të marrin shumë iniciativa, sepse kanë frikë. Kanë atë mosbesimin, kanë atë frikën e sigurisë, se përsëri do ju cenohet diçka, përsëri do ju merret diçka, përsëri do të gjikohen, përsëri do të stigmatizohen e kështu me radhë. Domethënë vazhdon ajo rrjeti i përsëri dhe do të gjitha i rrjeti virtuoz që këta vazhdimisht mendohen dhe mund t'i shohim se funksionojnë mirë në fakt, po nuk është se ata mund të funksionojnë domethënë në kapacitet të plot. Para disa ditëve pash një lumtim që ishte bërë, domethënë depresioni funksional. Domethënë që është një tip depresioni që njeriu në të lën përshtypjen se funksionon, por në fakt për brenda është sikur një kala e brish që në çdo moment mund të bie. Domethënë nuk mund të gjej një simbolik më të bukur se sa kjo që e përmenda për këta persona në fjalë. Ofrimi i shërbimeve për viktimat e dhunës seksuale shihet si opsioni vetëm dhe i domosdoshëm që të njëjtat të trajtohen denjësisht pasi raportojnë dhunën në organet kompetente. Risocializimi i viktimës kërkon që viktima të trajtohet nga psikolog profesionist, sipas të cilëve tregimi dhe sqarimi i rrethanave në të cilat ka ndodhur dhuna nuk është asnjëherë një proces i lehtë. Ono što ja smatram дека je najvažno и кое што би била моја прва препорака е да разбереме дека овие специализирани услуги се неопходни да постојат. Мора да постојат и тие специализирани услуги коштаат пари. И се додека државата е обврзана особено со ратификација на Истанбулската, со посебниот закон за насилство, со измените во КАЗа, е обврзана едноставно да ги предвиди овие финансиски средства. Сега кога ќе ги имаме финансиските средства, фокусот е да се не да се воспостават, пошто се воспоставени, но да почнат да функционираат овие рейп центри, упатни центри за жртви на сексуално насилство и силување, со комплетните тимови кои што се потребни за да навистина се обезбеди поддршка за жртвите и да се воспостават центрите за долготраен третман на жртви на силување и сексуално насилство. Овие услуги мора да постојат и ние сите заедно мораме да најдеме начин како да tije se vospostavat i profunksioniraat. Është shumë e rëndësishme të kërkojnë për shkak se nëse nisim nga e baza se këta persona kanë nevojë për kraje dhe për kuptim, domethënë kanë nevojë të shprehen dhe të fitohet besimi se shikon, do e them këtë dhe nuk do gjikohem, atëherë besoj se profesionistët, psikologët janë personat, domethënë e parë që duhet ata të drejtohen, po shumë e vështirë besoritas dhe gjithmonë nga përvoja ime deri tashme janë shumë të ralla rastet kur është folur kjo si temë primare të themi. Edhe në ato raste që është nxjerrë në tavolinë dhe është diskutuar, ka qenë domethënë si bisedë ditësore apo terciare që ka dalë domethënë, por në fakt është kuptuar se kjo ka qenë domethënë faktori primar që ka bërë personi që të ndjehet në ato moment ashtu si ndjehet. Njëra ndërshkaqet se pse nuk kërkojnë dhe shumë e vështirë është, domethënë përsëri kthehemi te e para. Domethënë ajo tabu tema, domethënë ato bindjet dhe vlerat sociokulturore që i kemi ne si zukush i mbartën dhe që ndikojnë edhe në vendimet personale, të themi. Tani jetojmë në ambient në një shoqëri ku është shoqëri e vogël dhe ne sikur të themi njihemi. Në atë kuptimin se po, njihemi, sepse e dim se sa mund të shkojë mentaliteti jonë dhe sa mirëkuptues mund të jemi ndaj njëri tjetrit dhe kjo i ndalon, po edhe nuk janë të gatshëm emocionalisht, psikologjikisht ata nuk janë të gatshëm pasi që në të shumta në rasteve tani nëse kanë përballuar vërtet një dhunë agresive seksuale, mos mendo se është e lehtë të flitet. Çdo herë që flitet para ata shkakton jo të njëjtin intensitet, po e shkakton atë ndjesinë, të themi që ka pasur dhe jo shumë herë klientët, personat janë të gatshëm, të përgatitur të ripërjetojnë përsëri të njëjtën gjë dhe parapëlqen që nëse nuk flitet,
nuk ka ndodhur, a kupton? Nuk do flasim dhe harohet, po në fakt jo se harohet dhe jo se kalon.